Fenomeni shkodran Luis Eli ka zbuluar se kë konsideron qytetin më të bukur në botë. Ai ka publikuar një video ku tregon se ndodhet në Itali në qytetin me arkitekturën më të veçantë në të gjithë botën. Madje me atë video shkodrani i zemrës ka shkaktuar një lum reagimesh në rrjet që po komentohen jashtëzakonisht shumë. Ai shfaqet në video i mahnitur nga bukuria e katedrales së Santa Maria del Fiore në qytetin e adhurueshëm të Firences. Luisi e ka shoqëruar videon e cila po shpërndahet kudo në rrjet me një mbishkrim ku thotë, qyteti më i bukur në botë. Madje edhe shprehja e fytyrës së tij thotë gjithçka lidhur me këtë përshtypje që ka. Firenze, e cila njihet si kryeqyteti i Toskanës në Itali, është e njohur për arkitekturën e saj të mahnitshme dhe duket se fenomeni shkodran nuk i ka shpëtuar as pak një vizitë në këtë vend i cili duket që i ka lënë shumë mbresa. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë këtë videon dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe kundrejt tij duke e komplimentuar për mënyrën se si sillet tek ata me këto momente kaq të bukura që po kalon. Ata po e pyesin për detajet e kësaj vizite e cila duket se nuk do të jetë vetëm e tij, sepse shumica prej ndjekësve që ai ka duan të shkojnë dhe ta vizitojnë njësoj sikurse ai. Kjo vizitë në Firenze mund të jetë edhe një mundësi për të mbledhur frymëzim për projekte të reja artistike. Ende nuk dihet nëse shkodrani i zemrës do të jetë duke menduar ndonjë projekt të ri muzikor, por kjo vizitë që ka bërë në Firenze mund të sjellë edhe ndonjë ide për ndonjë perlë të re muzikore. Ndërkohë videoja që ai ka publikuar po merr pafund komente dhe pyetje nga qindra njerëz. Me siguri tani Firenze do jetë një nga destinacionet e radhës të shumë prej shqiptarëve që kanë ndjekur shkodranin e zemrës. Ata janë frymëzuar nga Luisi dhe duan gjithashtu të shkojnë dhe ta shohin nga afër atë katedrale magjike dhe jashtëzakonisht të bukur dhe të mahnitshme, sikurse ka bërë edhe fenomeni shkodran që gjithmonë di se si të rrëmbej vëmendjen dhe të frymëzojë ndjekësit e tij që e ndjekin me shumë dashuri dhe me kënaqësi më të madhe.